Në seancën e sotme plenare, Kuvendi i Shqipërisë votoi kundër mocionit të paraqitur nga opozita për shkarkimin e Niko Peleshit nga detyra e kryetarit Kuvendit. Rezultati i votimit nuk solli surpriza pasi majoranca socialiste kishte paralajmëruar prej kohësh se kërkesa e demokratëve nuk do të merrte mbështetje. Në fjalën e tij para votimit, Peleshi u shpreh se problemi nuk qëndron tek ai personalisht, por tek mungesa e vullnetit politik për dialog mes forcave parlamentare. Në këtë mocion për shkarkimin e kryetarit Kuvendit na ka sjell rezistenca për të mos lejuar askënd në pozicionin që unë kam nderin të mbaj, të guxoj, të ndryshoj këtë sallë nga arenë dhune verbale në arenë të mendimeve alternative dhe politikës konstruktive, apo të shkurajoj personalizimin e diskursit politik, si pjesë e kulturës nga e cila duhet të ndahemi. Ndaj, le ta veshim këtë sallë, ku do unë bëj pjesë prej vitesh tashmë, me përgjegjësitë e vërteta edhe shpesh të pathëna. Nga ana tjetër, deputetët demokrat kërkuan shkarkimin e Peleshit duke cilësuar drejtimin e tij si të njëanshëm dhe në shkelje të procedurave, por për mazhorancën kjo është një ditë shfaqje politike e opozitës pas një bazë ligjore apo morale. Kjo nismë për shkarkim që ju paraqitet sot për miratim nuk është aksioni i radhës për një opozit apo një akt politik i zakonshëm. Kjo është një thirrje, një përpjekje të përbashkët për të ndalur një rrëshqitje të rrezikshme të këtij kuvendi drejt një modeli të një institucioni të heshtur, të nënshtruar, të zbrazët nga përmbajtja dhe nga funksioni i tij përfaqësues. Ne nuk jemi sot këtu për të kërkuar ndëshkimin ndaj një personi të vetëm, por rikthim të standardeve institucionale në një vend demokratik. Ne sot mbi të gjitha kërkojmë që kuvendi të rifitojë rolin e tij si garant i pluralizmit, si hapësirë për debat dhe si institucion që respekton kushtetutën. Unë kam thënë, si ka mundësi ka ta ndiset forca më e madhe opozitë, vjen keqse, vuajmë dhe ne nga kjo. Ka ta ndiset luftë ndaj inteligjencës artificiale, ludizmi modern e kam quajtur. Ekziston, nuk ka shkelje materiale, nuk ka shkelje kushtetuese, nuk mundet kryetar kuvendit sa herë kemi ne pretendime për rregulloren, ti thuhet ikti tashisës po e drejton mirë mbledhjen. Kjo është recetë për kaos të nderuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi shumicën se e ka kthyer kuvendin në një fasad ku sipas tij ligji dhe rregulloria nuk respektohen. Ajo që drejton të seancën, zonja Spahi, e detyruar të thoshte kush është dakord me këtë raport, hidhet të dy raportet dhe pastaj pas raporteve votohej mosbesimin ndaj kryetarit. Ajo bëri një votim kot fare sipas qefit, sipas urdhrit, e mbyllën. Kjo është problemi. Pas përfundimit të votimit dhe rrëzimit të kërkesës, Peleshi u rikthye karrikës së kryetarit Kuvendit për të vijuar drejtimin e seancës së dytë të së Në mbyllje të diskutimeve, ai bëri thirrje për shqetësirje dhe rikthim të normalitetit institucional, ndërsa theksoi se Kuvendi duhet të mbetet hapësira e debatit demokratik, jo e përplasjes politike.